Partitë opozitare e kanë të vështirë përballë këtij personi, ndoshta të organizohen, por po të ishin më të përgjithshme, do ta detyronin, për shembull, unë kam pas propozuar që deputetët e opozitës të mos dalin nga solla e kuvendit pa u kaluar ngërçi politik i bllokadës për zgjedhjen kryesore të kuvendit. Askush nuk i ndalon ta bëjnë këtë protestë. Pra të mos dalin nga kuvendi i Kosovës derisa ky person ta gjejë një zgjidhje për ta konstituar kuvendin e Kosovës, sepse është detyrë edhe patriotike, edhe kushtetuese që opozita në rast se në rastin më të keq, kjo mazhorancë me 40 deputet po e çon poshtë ta zojmë Kosovën, ata si opozitar duhet ta mbrojnë Kosovën edhe nga shumica parlamentare, sepse është normale, sepse edhe Churchilli ka thënë, në emër të shumicës mund të merren shumë vendime të pamenqura, apo stupid decision, në emër të demokracisë pra shumicës demokratike. Kjo nuk do të thotë që shumica që është votuar është duke e mbrojtur interesin vital të Kosovës dhe opozita ka qenë dashur të organizohet të bëjë presion më të madh edhe aspektin e bashkëpunimit me shtetet mike që ta detyrojnë Albin Kurtin ose ta ndrojë kandidatën ose të bëjnë një marrëveshje politike me një parti për ta kaluar ndërçim politik.